Nuk është vetëm të lashe skuadrës i Stogut, mirë po skuadra i Stogut ka pas një ndeshje me Maderën. Po, me Maderën. Po, sepse 7 klube kanë marrë pjesë si vjetë në kualifikimet në për këto kupat evropiane. Edhe shumica aty ne kam pas këto probleme, mirë për skuadra i Stogut është skuadrë kampion, e cila ka një palestër, me siguri keni qenë atje. Po. Është palestër që është investu gjatë viteve të fundit me miliona euro. Ju duhen dikon 650.000 dhe 700.000 i di shifrat apo numrat apo investimet për me u kry ajo punë. Një pjesë të buxhetit kom intervenu edhe une me siguru komuna, një pjesë ministria, nuk ka ndodhë, mirë po nuk është vetëm problemi i infrastrukturës për shkak të investimeve, apo për shkak dameve, apo për shkak punëve jo mirë të kryera. Jo mirë të kryera. Problem tjetër ka qenë me klube tjera zgjedhjet, politika. Tash po kritikoj politikën, mi po kemi 500 salla darsmave, apo minimum, ku mund bon numrimet të votave, kutia zgjedhore, votimet, e shumica bon, edhe këtu në Prishtinë është i problemi njëjtë, është problemi njëjtë Ferizaj, nëse shojmë me handball, i kanë 3 klubet të handballit, e kanë një sallë aty në palestër Bill Clinton, kanë edhe klube tjera, mos thojmë vetëm handball, edhe blokohen me mujtë tanë për shkak për shkak zgjedhjeve apo për shkak numrimit votave të cilat zgjatësin shumë gjatë. Domethënë problemi është në organizim, pa pas parasysh sportin, as sportin, as kulturën, as rinin, as këto, mirë po, gjithkush. Ata që i kanë dorë këto sene damtojnë edhe sportin edhe kulturën ato, për me i kry punë të ty në cilat i kanë aty për aty, për pak harxime.